Mi mbrëma të nderuar teleshikues, erdhëm në emision e radhës Alo Policia Siguria në Fokus. Është një emision i përjavshëm çdo të premte ora 20 në Fax News. Sot kemi një temë në pjesën e parë do të gjykojmë me panelin lidhur me një rishikim të vendimit të 2011 për një unifikim të masave të sigurisë. Dhe në pjesën e dytë do të flasim për geopolitikat, konfliktet, sa rrezikohet Shqipëria dhe situata e përgjithshme. Kam nderin të kem të ftuar Hidayet Beqirin, me mbrëma avokat. Me mbrëma se u gjetëm. Det Prenga, General Brigata, me mbrëma kënaqësi, faleminderit që jeni sot në emision. Dhe Ervin Karanja, ish prokuror, me mbrëma. Me mbrëma, përshëndetje. Pjesë e këtij programi. Ka nisur një gjykim nga gjykata e lartë lidhur me një rishikim të një vendimi të 2011 për masat e sigurisë. Çfarë është ky rishikim? Pse pikërisht në këto momente po shikohet vendimi për të parë masat e sigurisë? Kujt i vlen dhe kush mund të përfitojë? Në fakt bëhet fjalë për një vendim unifikues që ka marrë në vitin 2011 Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë. Këto vendime në fakt janë, domethënë, merren vazhdimisht kur ka problematika të caktuara që kërkojnë interpretim, që kërkojnë një futje më thellë te dispozita ligjore, sepse kuptohet një nen i kodit penal apo një nen i veçantë i kodit civil apo i kodit procedurës civile nuk mund t'i parashikoj dot gjitha në ato 3-4 rreshta që jep. Edhe ka nevojë për interpretime. Interpretimet faktikisht tek ne i bëjnë Kolegjet e Bashkuara të Gjykatës së Lartë. Ato kanë drejt të nxjerrin vendime unifikuese që unifikojnë praktikën të gjithë Shqipërinë, të gjithë vendin. Edhe këto vendimet unifikuese faktikisht janë të vazhdueshme. Në vitin 2011 u pa e nevojshme që të interpretohej gjithë problematika e masave të sigurimit. Domethënë, të masave të sigurimit personal që kërkon prokurori dhe jep gjykata kur dikush kryen një vepër penale. Në kodin penal janë të përcaktuara masat e sigurimit, cilat janë ato, por në çfarë rast jepet njëra, në çfarë rast jepet tjetra, çfarë argumente duhen përdorur për të dhënë njërin apo tjetrën, ku duhet të bazohet gjykata në cilat kritere e të tjera, në ato që ka ligji, po si interpretohen ato kritere që ka ligji e tjera, të tëra këto i specifikoi ai vendim unifikues i vitit 2011. Por lindi problemi që e para ishte një kohë gjatë, nga 2011 dhe deri tani. E dyta, janë bërë disa ndryshime në kodin penal. U bën ndryshime të rëndësishme në vitin 2017. U bën ndryshime në kodin penal, kodin e procedurës penale në vitin 2021. Edhe përjedhoi ai vendim sikur ngeli mrapa, edhe duhesh patjetër që të rifreskohej edhe të përshtatej me legjislacionin që u përmirësua, domethënë i 2017-s apo i 2021-shit e tjera ndryshime që janë bërë. Edhe ajo që është më e rëndësishme, më kryesorja, ishte fakti që gjatë kësaj kohe, domethënë në Shqipëri është krijuar një koncept jashtëzakonisht i gabuar, dhe ky koncept i gabuar në radh parë është në mentalitetin ton shqiptar, që kushdo që kryen një vepër penale ne i duam tërë në burg, edhe përjedhoi edhe mediat kanë luajtur një rol jo pozitiv, do thoshja unë, sepse me kronikat e tyre të zeza, menjëherë u kanë bërë gjyqin dikujt që sa ka filluar procedimi penal, ata ja kanë dhënë dënimin. Ky dënohet deri në kaq, ky e ka bërë këtë vepër e tjera. Edhe përjedhoi nisur nga opinioni që është, domethënë, një opinion që burgun ka të parën edhe i veten mend për të ndëshkuar dikë. E dyta, kanë rënë pre e kësaj klime jo të mirë edhe organet ligjzbatuese.
ka rënë pre organi akuzës në Shqipëri, prokuroria, e cila megjithse i ka të renditura masat e sigurimit dhe në kodin e procedurës penale ato janë të specifikuara dhe thuhet ndaj një personi që nisti hetimin, masat e sigurimit janë disa, filloj nga me leta tek me renda, edhe thot detyrim paraqitje, thot vendosja e një garancie pasurore, mas tjetër kjo, mas tjetër ndalimi për të dalë jashtë shtetit, mas tjetër sigurimi është urdhërimi për të qëndruar në një vend të saktuar, qoftë edhe në qytet, domethënë do rrish vetëm në Berat, bie fjala nuk do lëvizësh në Berati. Arresti në shtëpi e fundit fare thot, si mbase jashtëzakonshme arresti me burg. Kurse tek ne për vite me radhë e shkruar koncepti mbrapsht, koncepti i leximit të gjerave, jo shqip, se ne shqip fillojmë i lexojmë në majta vemi tek e djatha. Kurse këta e ndryshuan e bën koncept arab, filluan nga e djatha tek e majta. Edhe e filluan me arrest me burg dhe pastaj duhet vënë mend për masat e tjera. Kjo faktikisht e ka rënduar shumë situatën në vendin ton dhe përjedhoj, ne kemi më shumë të paraburgosur në Shqipëri se kemi të dënuar me vendime penale të formës prerë. Dhe kjo është një nonsens i jashtëzakonshëm, është një e papranueshme. Kjo shqetësoi faktikisht edhe Këshillin e Evropës, i cili thot do futeni në Bashkimin Evropian, po jo kaq represiv sa që jeni me masat e sigurimit. Dhe në këtë drejtim, ky vendim që do bëhet unifikues tani me nismën e kryetarit të gjykatës së lartë, i cili mori shkas në një çështje konkrete që ishte në kolegjin penal të gjykatës së lartë, e cila u shqyrtua dje dhe ai i dha domethënë këtij vendimi shqyrtimit të saj, tha që ta bëjmë në kolegjet e bashkuara, pra të jetë gjithë gjykata e lartë, gjithë anëtarët e gjykatës së lartë, ta dëgjojnë arsyetimin pse është dhënë masa e sigurimit arrest me burg për këtë person, dhe kjo të bëhet shkas pastaj për të ndërtuar një vendim unifikues të ri, që t'i përshtatet edhe kësaj klime që unë thash, që të rregullohen raportet, që të hiqet dorë nga ajo që vetëm me masa represive mund të parandalohen krimet në këtë vend, e dyta të mos konsiderohen kurrë masat e sigurimit, sikur janë masa dënimi, se nuk është dënim masa e sigurimit, ajo është një masë e përkohshme që jepet derisa mbarojnë hetimet, vetë çështja në gjyq, pastaj do marrësh dënimin e merituar, do të dënoj me burg gjykata, do vesh në burg, do të japi dënimin me kusht, do vesh të shërbimi provës, do të japi gjobën, edhe s'ka nevojë domethënë me çdo gjë ta zgjidhni me arrestin me burg. Paka shumë, domethënë kjo është thelbi i këtij vendimi unifikues që do të ndërmerret. Mund të vazhdoj edhe më tej unë, por mos tu hakon edhe kolegëve këtu edhe. Prokuror, avokati thotë që ashtu si dhe statistikat, numri i personave në para burgim është më i lartë se sa numri i personave të dënuar. Dhe ky vazhdon të jetë dhe ka qenë një shqetësim edhe i vendeve të Bashkimit Evropian. Por duket sikur masa e arrestit është si një masë pothuajse unifikuese, sepse në të gjitha rastet vendimet e prokuroria kërkon dhe gjykata merr vendim që kemi arrest me burg. Tani kjo duhet ndahet, sepse mund të ketë persona që paraqesin rrezikshmëri, intimidimi i dëshmitarëve, presion që mund të ushtrohen, ndryshimi i provave. Mendimi juaj? Neve lidhe me rastin, avokati tha bukur, ne synojmë shkojmë në Evropë. Evropa po na thotë jeni gabim. Po na thonë dhe organet gjyqësore evropiane, po na thotë dhe Këshilli i Evropës, pra dhe organet politike. Gjykata e Strasburgut, 2 vendime shhysa kundër Shqipërisë, Goçi kundër Shqipërisë, janë dhe shumë raste të tjera që thotë Shqipëri, po zgjatet paraburgimi në mënyrë të pajustifikuar. Edhe qëllimi i reformës drejtësisë, u bë një reformë, ka qenë që ne të shkojmë në Evropë. Fakti që vendimet e Strasburgut nuk zbatohen tregon një dështim të reformës drejtësisë në mentalitet. Pra ne kemi sot, siç e tha dhe avokati, masë represive, burg, janë 9 masa sigurimi. Gjithmonë zgjidhet masa sigurimit arrest burg. Çfarë tregon që në organet e ndjekjes penale ka një mendësi të vjetër që burg dhe çdo mas tjetër. Atëherë
me këtë teori i bim të shfuqizojmë masën e tjera tjetë vetëm burg. Kemi qenë unë me avokatin, kemi denoncuar rastin e Erion Velis. Dhe kemi qenë jo po e mbrojmë, s'ka lidhje mbrojtje. Ngjarje të ndodhura më përpara, me rrezikshmëri tulët shoqërore ose të lartë, domethënë të personit, se mund të interpretohet vepra. Korrupsioni është e lartë. Por ligji është i qartë. Masa e sigurimit arrestin në burg vendoset për shkak të rrezikshmërisë së lartë të veprës dhe të personit. Çfarë rrezikshmërie kishte Erion Velia, kryetari i Bashkisë së Tiranës? Çfarë rrezikshmërie? Aq më tepër kemi një vendim gjykatës kushtetuese thotë që duhet rinë në detyrë. Pra ne kemi cënuar përveç se Erion Velin si individ, e kemi cënuar edhe në kuadër të vendimit të gjykatës kushtetuese. Atëherë po të ishte me detyrim paraqitje, pse të shkojnë ndodhin gjithë to? Rasti i Goçit për shembull. Pse të mos ishte ndjek gjendje të lirë? S'do kishim dënuar sot Strasburg. Pra, këta magjistrat që nuk respektojnë konventat e para, se në hierarkinë e ligjeve konventa evropiane e drejtave të njerëzit është barabartë me kushtetutën ose më larg, sepse neni 7:2 thotë, cënimi i drejta me këtë kushtetutë nuk mund të cënoj konventën dhe të kufizoj konventën evropiane e drejtave të njerëzit. Pra, marrëveshjet ndërkombëtare janë poshtë kushtetutës, po në vetë kushtetutë neni 7 me paragrafi 2 dhe vetë konventën lart. Pra, organet e ndjekjes penale në Shqipëri po shkelin konventën evropiane të drejtave të njerëzit. Pra, dhe unë dhe Idajeti dhe shumë juristë tjerë kemi folë, kujdes me masat e sigurimit. Pra, kemi një dështim total të reformës në drejtësi. Fakti që numri të parë burgosëve është më i lartë se numri të burgosëve tregon për një shkeleti. Te rasti Velijes është flitet edhe për dëshmitar, bëhet fjalë për një dëshmitar i cili nuk është se do ndryshoj faktin, është një shtëpi, shiko kjo është shtëpia e tjetër, domethënë nuk është se dëshmitari po kërcënohet me jetë e tjerë. Thjesht po një që është marrë ndjekje nga spaku, por nuk mendoj që ky lloj dëshmitari ka vlerë që mund ta lesh kryetarin e bashkisë. Pra, nuk është rrezikshmëria shoqërore e tillë që nuk mund të shkojë. Fakti që Erion Velis po i bëhen sot e kësaj dite në qelinë e burgut kontrolle sigur me qenë pjesë e një organizate kriminale tregon një tendencë. Pra mi që janë burg s'po mbledh dhe rehat edhe në burg. Kontrolle, telefona, gjona. Ke raste tjera. Rastin fjalë. Te koteci pulave ishte gjetë një sasi lënde narkotike. Në gjendje të tjera, çfarë problemi ka? Çfarë të keqe i gjeti shtetit se te koteci pulave? Ky person me një dënim alternativ këshillohet mos e përsërit më këtë vepër se do kthehesh në burg. Ose raste tjera për 2 grama shash janë burgjet plot. Pra ne do vazhdojmë të ecim me statistika të gabuara dhe me drejt gjykata e lartë me pak vonesë. Me pak vonesë duhet të kisha bëu më përpara. Mos bite prej presionit jo burg. Ç'është kjo ndjenjë burg njerëzit? Kjo është ndjenjë, është pra kur i shkakton tjetrit dhimbje, është deliri i persekutimit, pra do të persekutosh tjerët. Ne kemi një ligj. Në burg do jesh kur të jesh në burg. Vrasit duhet të jenë në burg. Ata që janë vjedhën me përsëritjen dhe sasia ndar duhet të jenë në burg. Për ndjekësit, krime ndaj shëndetit, pra ose zjarrvënësit, janë disa vepra, por për ne shohim marrëdhëniet seksuale me dhunë, krimet ndaj të mitëve, pa janë disa dispozita që ne jemi dakord. Por jo kështu masivisht. Këta magjistrati kanë nxjerr fytyrën në vendit tonë. Dhe ne që themi ilustrim atë që thot ja në atë linjë, sa për ilustrim, kish rast konkret e kam unë çështjen, domethënë tani dhe jemi në apel të çështjes. 2 gram ashash, fiks 2 gram ashash, ju gjetën babait të shtëpisë. I smur edhe ai e përdorte. Domethënë përdor për të ndaluar dhimbje dhe të tjera. Merret i pandehur gjyshi, domethënë babai i këtij që ju gjet 2 gram, gjyshi. Për mos kallëzim krimi, gjyshi 88 vjeç. Merret i pandehur dhe arrestohet edhe djali i madh sportist, edhe djali tjetër i tia i mesit 2, edhe i jati 3, të 3 në burg, edhe gjyshi prap 4, për këto 2 gramët. Këta djemët tani thonë, por nuk e dinim që e bante babai, ne e dim që është i smur, se ku e merr, se ku nuk e merr, nuk e dim neve, po që e përdorte po, e dim këtë gjë. Mos kallëzim krimi nuk ka në rastin konkret, se nuk mund të kallëzosh baban ti. Po nuk mund t'i thosh bashkëpunëtor ti në mbajtjen e këtyre 2 gramëve. Dhe 4 veta nga familja, 4 familje, 4 burrat e shtëpisë janë burg sot. I kanë burg. E kemi çështjen e gjykatën e apelit. Kjo është skandal. Ka skandal më të madh se sa kjo? Domethënë shikoj ku kemi shkuar, sa larg kemi shkuar tek masat e sigurimit, arrest me burg. Është shkatrimi popullit shqiptar, çfarë interesi ka shteti që do jenë këta persona duke llogaritë plakun e shtëpisë në burg. Pra, me mas, sepse ka një sër problemesh. Po flasim
që shkencëtarët e reformës ndësi që janë marrë, duhet i shohin mirë, sepse këto po sjellin pasoja ekonomike, plus personësh fizikisht në burg, kanë familje në shtëpi, kanë detyrime familjare, kanë fëmijë të vegjël që duhet të punojnë, edhe në rastin e dhunës në familje. Kanë bërë ligjin në mënyrë të atij që nuk është rrethan lehtësuese kur të fal gruaja. Si mos që ka rrethan lehtësuese. Gruaja po lçon kokën e lodhët, ora lçoi burrin taj buk. Pra neve po shkojmë, kemi një regres total. Dhe nuk është vetëm, ky është një hap i parë dhe e përgëzoj, pavarësisht se spektri politik thoshte që e boni për këtë. Jo, nuk është bo, por mu është bon. Fati që Shqipëria po ka një etiketim të keq në komunitetin ndërkombëtar që dalim si vend që i burgosim njerëzit, kemi edhe një rast tjetër të një pedagogu italian, që bën një aksident në burg dhe nuk është se u bën ndarje për tjetër, ç'është ky vend. Pra neve synojmë të shkojmë në Evropë, por kam ide dhe në vendet lindore nuk ndodh kjo. Pra jemi një sui generis tonë në latinisht, pra një i lloj të veçantë që ne po shkatrojmë njerëzit. Pra kjo është një politikë që t'ikin shqiptarët nga Shqipëria, të mos rrinë këtë vend. Aq më shumë dhe me ndryshimet e kodit penal, që merren për mendimin tim personal janë njerëz të paaft, që mundohen të penalizojnë çdo gjë, çdo veprim që sot është kundravajtje administrative, ta bëjnë vepër penale. Masa tira është, thash, e përgëzoj gjykatën e lartë për marrjen e një vendimi të tillë, por nuk duhet ngjelet vetëm kaq, duhet të shoqërohet me ndryshime legislative. Dhe në rast se magjistratët e shkelin vendimin unifikues gjykatës lartë dhe vazhdojnë me arrest burg, ata duhet marrin përgjegjësi disiplinore. Pra, ose ndryshojnë mentalitet, ne po themi respekto ligjin, nuk po themi ti bëj favor qytetarit zgjedhë nga burgu. Koncepti në fakt, këtu koncepti i që kush duhet të ndreqet, në radhë parë duhet të ndreqet organi akuzës, prokuroria duhet të ndreqet në këtë për masat e sigurimit, sepse masat e sigurimit i kërkon prokuroria. Dhe ka një gjë që gjykata po kërkoj prokurori arrest me burg, gjykata ja ul, domethënë ka drejt japi dhe masat të tjera gjykata. Por kurrën e kurrës, domethënë gjykata nuk mund të arrisi atë që kërkon prokurori. E ka arritur gjykata. Sepse kur nuk lejohet ajo, ajo është ndaluar me ligj. E kanë bërë. Në rast se prokurori kërkon detyrim paraqitje, gjykata kur si jep dot me arrest me shtëpi ose arrest me dënimit. Vetëm detyrim paraqitje. Te masat e dënimit. Po te dënimet e themelit e shtjet ligj gjyki i themelit, po them për masat e sigurimit përgjegjësinë kryesore e ka prokurori. Prokurori duhet të jetë jashtëzakonisht i kujdesshëm kur propozon masat, aq më shumë kur e di që ndikohet te gjykata. Mendimi i prokurorit është ndikues te gjykata. Gjykata tona për fatin e keq janë kthyer në noteri. Çfarë thot prokurori, ata shumë rrallë ndodh që të ndryshojnë mendimin e që thot prokurori. Mirë, po të mos harrojmë këtë që tha kolegu im këtu Karanja. Sa vendime kemi në gjykatën e Strasburgut që na tërheqin vëmendjen edhe na thonë, po tro çfarë, ore janë qytetarë tuaj këta. Janë të shtetit tuaj, më. Ti tani mendon se po mbron shtetin, po shteti mbrohet vetë, prokurori mbrohet vetë, është institucioni fort i shtetit, gjykata është institucioni fort i shtetit, mbrohen, kam policinë me vetë të gjitha, po qytetari ke kam. Unë kam i mavri, avokata, atje që se të gjojnë fare, as prokurori, as gjykata, tallin a njerë me ta, edhe kur vjen problemi ngelem jetim, jam jetim në mes katë rrugëve. Atërej, lirit dhe drejtat e njeriut, neve këtu të ta përqendrojmë vëmendjen më shumë, të kësaj t'japim rëndësi më shumë. Po dikush thot që do na shpëtoj ky se ka bërë një krim edhe nuk ja dhe arrestin me burg. Po su Beqameti se s'ja dhe arrestin me burg, sepse do ta gjykosh në gjendje të lirë, do t'ja vërtetosh fajsin, do vej në burg, pastaj ku do vej kur të merret vendimi, që të marrë vendimi formën në burg do vej. Pra flasim gjithmonë për masat e sigurimit. Masa e sigurimit kurz duhet konsideruar si masa dënimi për këtë punë, edhe abuzivizëm i jashtëzakonshëm. Thonë që ka rrezik se ikën jashtë shtetit, arratiset. Po ku do vej me që të arratiset? E para njerë që e ka po arratis, i e rëndon më shumë pozitën e tia. E dyta, ku do që të arratisesh, e shber ka që vogël vend, ajo bota sa ekstradohesh, do vishë se zben këtu, si që po vinë, me brugin për jetë që po vinë, e po silën në Shqipëri. 5 ditë më vonë, u Beqameti madh, po do vishë se zben, do ta vuaj dënimin. Pse gjykatat nuk japin vendime për shembull për mas sigurie më të butë, kanë frikë?
apo kanë presion, tension nga Presion, në radhë parë presion opinionit, ta thash unë, do më thënë i bëjmë gjyqet njëre, i bëjmë gjyqet popullore. Sa zihet dikush, për shembull atje, ai zihet me 5 gram kanabis, e themi trafik droge, po është tjetër trafikum. Trafik droge e para një që është dispozit tjetër, e dyta trafiku bëhet me kokainën, bëhet me heroinën, nuk bëhet me kanabis, më tani trafiku me Gjene, do të bëja pyetje. Ka një kriminalizim të burgjeve. Pjesa e brendshme, një pjesë e grupeve aty brenda përfshirë dhe faktin që burgjet shpeshherë janë akuzuar për korrupsion. Shpeshherë janë akuzuar për depërtim të personave apo të elementeve të tjerë brenda. Sa ndikojnë këto tek siguria kombëtare? Unë do doja të jepja mendimin tim thjesht si një qytetar dhe jo si ekspert siç është avokati dhe prokurori. Por për sa kohë gjithë qytetarët jetojnë dhe e vlerësojnë dhe informohen çdo ditë, mendoj që i vonuar është absolutisht, sepse ne pjesën ushtarake kemi gjatë gjithë veprimtarisë të çdo lloj planifikimi ka një kolon që thotë mësimet e nxjerra. Dhe në këtë rast edhe drejtësia në përgjithësi flas gjithmonë, në raport me masat që u morën për të bërë një reformë, duhet të kishte një kolon dhe thoshte mësimet e nxjerra dhe nuk mund të vazhdonte kaq gjatë që së pari dëmtohen personat, fizike juridik, së dyti dëmtohet familja, së treti është dëmtuar shoqëria. Pra në një farë mënyrë këtu janë 3 elemente të cilët goditen dhe unë i përmbahem parimit që e ka mos gabon drejtësia në përgjithësi, thotë më mirë 9 të fajshëm jashtë të lirë se sa një pa fajshëm në burg. Dhe në këtë kontekst, parë në këtë këndvështrimi do thosha që për fat të keq, reforma e ndërdrejtësi në të gjitha aspektet politiko-sociale, juridike, nuk ka dhënë efektet të cilat qytetarët shqiptarë dhe ky vend pritshim dhe aq më keq që ka arrit deri në ato nivele sa Bashkimi Evropian nëpërmjet strukturave të veta e ka kritikuar këtë lloj mase drastike dhe për të arritur në këto nivele sa më shumë janë të paraburgosur se sa të dënuar me formën e prerë. Tani çfarë përbën kjo? Natyrisht që ne nuk duhem, e para njëra është aspekti njerëzor, human dhe ajo që është qeliza kryesore e shoqërisë, familja, që dëmton, të gjithë dëmtohen në këtë rast. Është e pamundur të kaloj diçka pa lënë gjurmë. Dhe nëse unë e ndjej veten që jam i pafajshëm, po që jam i izoluar, është privuar liria, jam shkputur nga familja, të gjithë janë të stresuar, në trysni dhe në presion, duke filluar që nga gjithë linjat, avokati, prokurori, gjyqtari, të gjithë janë të shqetësuar, për çfarë? Për një masë e cila ka kaluar në ekstrem. Siç prokurori e theksoi, ka 9 nivele të ndryshme masash sigurie dhe nuk mund të arrish ti pa ezauruar. Nuk flas për rastet si më themi, veprimtarive të cilat edhe për familjen, edhe për personin, edhe për shoqërinë do të ishin të rrezikshme. Jam dakord, do të ketë ndalim edhe arrest. Edhe vendim për arrest me burg. Por nuk mund të shkosh nga për gjëra elementare ku bota ku ne duam të bashkohemi, Evropa e bashkuar, e ka me ligj të lejuar për përdorim personal një sasi të hashashit që është niveli i parë i llojit të drogëra për të arritur ajo në më e forta. Në këto kushte kur a duam të shkojmë në Evropë? Po. Nëse ka për përdorim personal, siç e përmendi avokati, duket kush e përmend ju, kush e përmend punën e atij 80 vjeçarit, që bota e ka realisht për lehtësimin e të smurve, sidomos atyre me probleme tumoriale, janë drogra janë të gjitha ato veç se ta jep mjeku, duke filluar nga më e lehta duke përfunduar te morfina. Tani nëse ky e përdor një vaj hashashi apo hashash, për mua duhet jetë ti ligjërohet bile, duhet të ligjërohet për përdorimi e para siç është ligjëruar për qëllime mjekësore, e dyta ka vende që i kemi në kufi ne që e mbjell në balkon dhe e përdor për arsye të tilla shëndetësore. Kaq, jo për tregti. Marr në këtë këndvështrimi unë do thosha që elementet e sigurisë kombëtare në përgjithësi, si çdo strukturë tjetër, edhe burgjet janë një strukturë domosdoshme për ekzistencën e shtetit dhe për masat parandaluese edhe ekzekutimin e dënimeve, edhe atje nëse arrin e çon një njerëz të pafajshëm, por duke u gjend në një rreth, si mund të themi, ndoshta po i quajun, edhe ata që janë të dënuar dhe të etiketuar me krime që janë marrë me forma të ndryshme, transport droga,
krime kundër njerëzimit dhe probleme tjera. Nëse dikush shkon aty, do ai do të jetojë 24 orë me prezencë bashkërisht me te. Dhe duam s'duam, ky njeri është ajo pjesë që i themi ne, a është e mundur për ta rikthyer dhe rehabilituar përsëri këtë qytetar të pafajshëm që e ke lënë me të pa drejt 2 vjet, 3 vjet në paraburgim, pa përfunduar se dim dhe çështje gjyqësore që zgjatën për fat keq pafundësisht, pa fol për kur në një herë dhe të rikthehet. Sepse ne kemi vetëm 7 deri në 14, edhe po të rikthehet çështja për gjykim do shkojë 7 deri në 14 të tjera prap. Pra këto janë elementet që strukturat e drejtësisë të gjitha nivelet, po ato që kanë kompetencat e tyre duhet të shfrytëzojnë dhe shteti shqiptar duhet të reagojë në kohën e dur, sepse nëse dëmton qytetarët e vet, unë nuk e kuptoj pse duhet të ekzistojnë strukturat, nëse ti pa dallim, si atë që ka bërë, si mu themi, një shkelje të rëndë, dhe ai tjetri që s'ka bërë asnjë shkelje, do ta quaja, dhe nëse do dali pafajshëm, ti klasifikon të dy në nivele të barabarta. Dhe kjo përbën atë pjesën që ju ngritet në pyetje që a përbën rrezik. Është përbën rrezik edhe për sigurinë kombëtare. Edhe një gjë tjetër, edhe një spot publicitar, por doja të dëgjoja zërin e profesionistëve patjetër për këtë gjë, që do kalojmë në një pjesë të dytë me një temë tjetër, por kjo më shumë edhe për faktin që në rrjetet sociale shkruhen, ndoshta nga opozita mund të ketë reagime, që duket sikur kjo gjë dhe kjo ndërhyrje në këtë moment duket sikur do të favorizojë njërin apo tjetrin person nga politika. Apo kjo është banalizim, komplet banalizim. Ajo çfarë e rëndon është fakti që ne paguajmë 50 mos gaboj dollar apo 50 euro në ditë për çdo person që rrin dhe qëndron në paraburgim. Dhe mos harroni një gjë, që janë 5000 ca të burgosur, edhe u them kështu. Kalojmë në amnisti, nxjerrim në amnistia se nuk kemi gjendje të edhe diçka tjetër. Kalojmë në spot publicitar dhe kthehemi pas.